fiton Big Brotherin? Laerti, a ishë më dinjitozi, përcjell një mesazh në publik. Jo ajo Egla që ato përcjell mesazhe negative. Ti e vërtet los aty, po shikojnë edhe 1 milion njerëz për jashtë, sa përcjell, sa dinjitoze je, çfarë mendimi je. Jo kështu kot më kot, domethënë muhabete rrugës e gjëra tarala. Kështu që prandaj unë mendoj që atje i takon. Është më dinjitoz, më i pjekur, ka qenë më i saktë, me ndimen shumë sjellën gjëra të tjera. Si u duk reagimi Laertit kur dëgjuajti Jozi Gjestit? Ai që i veprime për mua është faji i produksionit që fut njerëz të tillë. A do të kishe reaguar Laerti? Po duhet kisha reaguar. E kupton, po aty është faji i produksionit që fut njerëz të tillë. Një njeri që del një herë, s'duhet kthehet më. Nuk duhet kthehet më ai që del. Të tërë ata që dolën krijon probleme aty. Kështu që produksioni duhet jetë me këmbë në tokë dhe ti shikojë të studio njerëzit mirë sepse aty vërtet është një lojë. Po është një lojë që e shikojmë dhe ne, e shikoni madhi, e shikoni vogli, e shikoni gjitha dhe duhet të marrim dhe një mesazh pozitiv, jo mesazhe negative. Jo me për mendimin tim, po pastaj ashtu nëse shikojnë vetëm fitimin, po të shikojnë dhe anën e përcjelljes, se çfarë përcjellet në publik. Duhet përcjellet. Dasma ishte mirë, ishte domethënë alegri, një kalim, po për mua ishte hipokrizi, se ata as nuk përfundojnë aty. Ja, as nuk shtrohet fare, ai problem. Po mirë, për aty ne e pam, shtym një bazite atje sa u po, as nuk shtrohet fare. Se nuk ka gjeksi për atë mendim për të martuar. Unë Gjesin e kam vlerësuar kështu që është gacmuar, sepse ajo është lojë, është për bukuri që është gacmuar, më ka pëlqyer dhe ka përkrau. Gjesin kështu. E kupton, po s'ka ndonjë nivel ku që di. Po kështu si lojtar, kështu që gacmuar, bërë gjitha, ka qenë aktiv tërkohën është mirë. Po ajo nuk, kurse ajo Egla, ajo ka përcjell një negativitet. Nuk është femra shqiptare ashtu, në atë formë, nuk është. S'është, kemi i farë traditene, kemi i farë rregulli, kemi i farë, edhe dashuria ka ato të ferat, edhe e ka degeneruar, e ka tepruar, e ka degraduar, edhe dashurinë, edhe sjelljen e një femre në ekran. Kujtu. Jo, ishte më pozitiv ishte Luisi. Më pozitiv ishte. Më pozitiv. Bile për mua ky Big Brother ka qenë më negativ, ka pse më shumë negativitet se pozitivitet në Big Brother e tjerë. Po Gjestja, krahasohet me Luizin të shpesh që kanë krahasuar bashkë? Aty, po, jo, Luizi ka disa gjëra më mirë se Gjesti, më mirë. Po unë Gjestin e vlerësoj për moshën që ka se 24 vjeçës. E kupton edhe çap kanë kështu. Për ato e vlerësoj dhe e kam për krau, edhe më ka kënaqur me sjelljet e tija. E kupton, kështu që prandaj. Po ai po dasma s'ka. Se fiton Big Brotherin? Nuk më ka pëlqyer fare. Asnjë nga personazhet nuk të pëlqen? Po nuk them që s'më pëlqejnë, se ato të dyja të moshave më të mëdha ishin të mira. Po që ke këto tri, pati qik. Nuk e di. Se di se kush do ta fitojë. Kujtoni ju që ta fitojë? Që pëlqen ju? Rozana. Si u duk reagimi Rozanës kur godit Gjesti? Po do të gjithë reaguan aty. Po pse ndodhe duhet me e ditë. Rozana është akuzuar që nxiti konfliktin duke thënë Gjestit që mos e hap derën. Nuk e di në atë moment, nuk e pash me të drejtën, po nuk e di se si. A mendoni se mund ta penalizojë Rozanën pak reagimi? Po s'ka pse. Se Rozana gjithë të kohë, domethënë. Jeni mirë, rrap? Jo, çantë se. Se Rozana gjithë të kohë e dha, domethënë ato të vetën. Nuk është që nuk dha. Kështu që s'ka pse në fund penalizohet për ato. Dasma e mos ashtu, unë? Dasma. Inshallah shkoftë ashtu si u bë, po. Nuk e di. Faleminderit. Mirupafshim. Po, si që dini, finalja Big Brotherit është kësaj të shtune dhe tani është Gjesti, Rozana, Egli dhe Laerti, dhe me thonë, 4 finalistët. Po, të 4 dhe me thonë, kanë fansat e tyre dhe të 4 dhe me thonë, janë pretendent kryesor. Gjesti ka një avantazh pasi ka dhe diasporën në krah të tij dhe kjo dhe me thonë është pozitive për të dhe së fundi dhe me thonë ka bërë dhe disa veprime dhe me thonë që rinin e nxit dhe me thonë që t'jep votën përsëri
atij publiku që ishte i lëkundur. Dhe duhet patur parasysh tani që 100.000 eurot e premtuar nga Top Channel të Big Brother VIP Albania 4 do ishin një hap pozitiv për A e secilin. favorizoj Gjesti Shuplaka që hënë? Po tani edhe e kërketi Gjesi pasi siç e dini, Gjesi është provokator dhe diçka e tillë domethënë ishte e pashmoshme. Ju e pati dhe me rastin e Xhibanit që pati një përplasje fizike pasi Gjesi është shumë aktiv në Big Brother si banori Big Brotherit dhe kështu që ishte domethënë një tendencë e pashmangshme për të, domethënë një fërkim fizik. Dhe tani Gjesi është mësuar domethënë me dhunë psikologjik, me dhunë fizike, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri dhe kështu që ati i mësu likurët domethënë me veprime të tilla, por është e pafashme domethënë për që të ndodhin fërkime të tilla pasi është mungesë kontrolli i vetvetes domethënë një akt dhune. Po për dasmën e Eglit dhe Gjestit, çfarë mendon? Ishte dasmë e rregull domethënë, ashtu siç mund ndodh secilit nga ne dhe shpresoj që të vazhdojë dhe me tutje pasi ajo gocë Egli domethënë e ka të pamundur që të martohet sërish pas Gjesit, domethënë është mirë që të jetojnë bashkë se tani imazhi i saj është për lyer dhe kështu që është mirë domethënë që të krijojnë kushtet dhe të jetojnë sa më gjatë dhe të krijojnë një familje, domethënë ishte pozitive pasi edhe shkencë si shqipta, nuk është se Egli është në yll e Gjesi o fundrinë, domethënë janë afërsisht të njëjtin mentalitet botëtimi dhe mendoj që edhe Egli është një hap pozitiv për Gjesin pasi e di jetën, e di domethënë se si veprohet, si ecet dhe kështu që do ndihmonte që dhe Gjesi të ecte përpara dhe siç e dini Kosova dhe Shqipëria, por Shqipëria dhe Kosova janë gati një shtet dhe kështu që Gjesi do arrinte të flisë gjuhën letrare pasi siç e dini ka akoma vështirësi me gjuhën në të kuptuarit dhe në të folurit. Kështu që ishte pozitive. Faleminderit, mirupafshim. Për kameran, kur shikoj disa fytyra në ekran, ka të rëndon të ndo. Kush mendoni se e fiton? Gazetar si vit urdhra, Kush mendoni se e fiton? kush këse ra Po, zgjedhje. Big Brother. Ato janë disa konkurrent, simpatik, ata konkurrentët mendoj. Që lufta deri në fund do jetë e vështirë. Opinioni vendos. A mendoni se kjo Shuplaka që mori Gjesti mund ta favorizojë atë në publik duke u viktimizuar disi ose Edhe ka, pse jo, ka mundësi, por mendoj një minus. Nuk duhet shkojmë në të tilla gjëra, në gjitha të ndodhin, pranohen. Kapitalizmi i pranon të gjitha në mënyrë kategorike. Pra janë të lirë njerëzit. Faktikisht, unë për kulturën që kam, nuk e pranoj. çfarë mendoni për atë Shuplakën që u dha? As pak e bukur. Një gjest si mua nuk më pëlqen. Ama, a duhet pa tjetër, a ndodhin pa tjetër, a janë që duhet tolerohen, edhe tolerohen, sepse ndodhin. Njeriu i lirë, nga liria nga njerë, çfrenohet, nuk din çfarë bën. Pra, sot, Big Brother ka diçka që quhet argëtuese. Shikoj që bëjnë politikanët tanë, për politikën e tyre, disa fish më të rëndë, disa fish me fyse, më të degeneruar, më ekstreme. Ne kemi provuar, i kemi jetuar. A mendoni se ishte e duhur masa që u dha Jozit u la me detyrim paraqit? Unë mendoj se është diçka e mirë, pozitive. A ka mundësi forma tjera pa tjetër, gjinen. Po përvoja jonë është e vogël të ndërtime, ne nuk kemi hyrë hala në fazën e fortë të kapitalizmit, që me të vërtet e kemi konsoliduar dhe e kemi marrë me formën reale siç duhet. Ne, si shqiptar, na falen disa gjëra. Faleminderit. Mirupafshim.